sa mirë me shiu këtë vend ka i bukur. E shikues dashur, siç po e shihni, unë jam tek porti i Kanës. Si çdo vend tjetër vegetar, edhe Kanë e ka portin e vet, ku sidomos gjatë javës së filmit, së festivalit të filmit që bëhet këtu, një ndër festivalet më të mëdhenj në botë, këtu mblidhen të gjitha jatat më luksoz që mund t'i shenin të gjithë botën. E unë po shijoj edhe kështu, sepse është një atmosferë goxha e mirë, sepse pak më larg ku mbahen disa lojra këtu, dhe ka shumë turistë të cilët po e shijojnë njëjtë si unë kështu. Dashur, jemi në plazhën publike të Kanës, do të thotë me njerë prej qytetit, jemi këtu në plazh ku po zhvillohen aktivitetet të shumta, siç mundeni me dëgju muzikën këtu, por edhe po zhvillohet një lojë volejbollit, por t'ju tregoj që çdo pëllëmbe këtij plazhi është duke u shfrytzuar në maksimum, qoftë për evente të ndryshme, qoftë për lojra dhe qoftë për plazh. E ne po e shohim pak edhe këtu. Në fund të ditës, udhëtimet janë për t'u shijuar, e kur ke mjetet e duara për t'i menaxhuar shpenzimet, çdo aventurë bëhet edhe më e këndshme. Me Star Card nga TEP, udhëton me më shumë fleksibilitet, siguri dhe qetësi, kudo që të çojnë planet e tua.